Drejtues qeveritar janë takuar sot me përfaqësues të sektorit civil, ku është diskutuar për fshirja e sektorit civil në implementimin e agjendës së reformave. Ministri i Çështjeve Europiane, Orhan Murtezani, tha se eventet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, nga ku njëkohësisht bëri të ditur se mbetet i hapur dhe i gatshëm për bashkëpunime në drejtim të informimit sa më të mirë të opinionit dhe qytetarëve për benefite nga plani i rritjes dhe agjenda e reformave. Beneficionet e planit të rritjes nuk janë mjaftueshëm të njohshme për opinionin, andaj eventet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Unë si ministër për çështje evropiane edhe gjatë fjalimit tim hyrës thash që mbetem jashtëzakonisht i hapur dhe i gatshëm për bashkëpunime në drejtim të informimit sa më të mirë të opinionit dhe qytetarëve për benefitet nga plani i rritjes dhe agjenda e reformave. Ndërkaq, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se shteti është në udhkryq mes sistemit të vjetër dhe të ardhmes së re europiane, ndaj dhe potencon se çdo popull ka momente kur duhet të zgjedhë, të qëndrojë në stagnimin e rehatshëm apo të përballet me nevojën për ndryshime të thella dhe të guximshme. Sipas Mickoskit, plani për rritje dhe agjenda reformuese nuk është vetëm kusht për integrim, por ajo është një instrument për shërimin e shoqërisë sonë. Ai vlerëson se integrimet dhe rritja janë busulla jonë, por reformat duhet të jenë vendimet tona, politikat tona si dhe pjekuria jonë kombëtare.